Partia e Arben Taravarit nesër vendos nëse del vetëm në zgjedhje ose me Vlenin. Thotë se bashkimi me BDI-n nuk është opsion. Arrest shtëpiak për ish-ministrat Bekim Neziri dhe Valon Saraqini. Partia Levisa dorëzoi në kuvent interpelancë për Toshkovskin. Mbahet seancë gjyqësore për vrasjen e Vanjës. Palevski thotë se nuk është as monster e as vrasës. Nisën aktivitetet për ndryshimin e kodit zgjedhor. Synohet evitimi i keqpërdorimit të parave për fushat. Përshëndetje të nderuar shikues, jemi bashkë me lajmet e orës 15:55. Arben Taravari ka bërë të ditur se nesër në Tetov do të vendosin për rreshtimin politik të partisë. Ai tha se do të vendosin për njërin nga opsionet, të dalin bashkë me Vlenin ose të dalin vetëm. Sipas tij, opsioni i tretë nuk ekziston. Nesër në takimin qendror që mbahet në Tetov do të merret vendimi se si partia e Arben Taravarit do të dalë në zgjedhjet lokale. Kështu ka bërë të ditur kreu i ASH-s Arben Taravari. Ai tha se do të vendosin për njërin nga opsionet, të dalin bashkë me Vlenin ose të dalin të vetëm. Taravari edhe një herë theksoi se opsioni i tretë nuk ekziston, duke ju referuar bashkëpunimit me BDI-n. Mendoj se edhe vetë me dalë në disa komuna me ndihmën e disa partive të partnerve të koalicionit mund të bëjmë rezultat mirë dhe të shkojmë në rundë dytë, po edhe të fitojmë. Po ja që unë dua ta ndëgjoj kryesin qendrore dhe kryetarët e degëve dhe në bazë të asaj të vendosim definitivisht si do të shkojmë në zgjedhjet lokale. Lëkundjet në koalicionin Vlen filluan javë më parë kur Taravari publikisht shprehi pakënaqësitë brenda koalicionit dhe tha se po diskutohet se si ASH-ja do të del në zgjedhje. Gjë e cila më pas shkaktoi reagime edhe nga krerët e tjerë të Vlenit. Pas përplasjeve verbale disa ditore që pati në mes krerëve të koalicionit, ata pas takimit të tyre ditën e premte, deklaruan se vazhdojnë të ngelin të bashkuar dhe sa akoma po diskutojnë për çështjen e zgjedhjeve lokale, ku siç thanë ata, do të merren vendime në të mirën e të gjithëve. Gjykata e Koçanit saktoi arrest shtëpiak për ish-ministrat e ekonomisë Bekim Neziri dhe Valon Saraqini, ndërsa për ish-drejtorin e Agjencisë për Mbrojtje dhe Shpëtim dhe ministri aktual paresor Shaban Saliu, mas paraburgimi efektiv prej 30 ditësh. Mas kujdesi edhe për ish-ministrin Driton Kuqi, që të gjithë dyshohen se kanë përgjegjësi për tragjedinë në Koçan. Gjykata e Koçanit e ka pranuar kërkesën e prokurorisë dhe vendosi masën arrest shtëpiak për ish-ministrat e ekonomisë nga radhët e BDI-s, Bekim Neziri dhe Valon Saraqini, të cilët u ndaluan disa ditë më parë nga policia, ndërsa për ish-drejtorin e Agjencisë për Mbrojtje dhe Shpëtim dhe ministrin aktual paresor Shaban Saliu ka vendosur mas paraburgimi efektiv prej 30 ditësh. Këto janë pjesë e masave për 19 personat e rinj të përfshirë në hetimin për zjarrin në diskotekën Puls në Koçan. Përveç Saliut, paraburgim efektiv kanë marrë edhe 3 personat të tjerë, por prokuroria nuk bën të ditur emrat e tyre dhe as funksionet që kanë kryer. Përveç Saraqinit dhe Nezirit, në arrest shtëpiak janë edhe 4 personat të tjerë, ndërsa 8 të tjerëve u është caktuar masa e kujdesit. Ndërkaq nga prokuroria njoftojnë se sot është shqiptuar masa e kujdesit ndaj të dyshuarit të 19 për ngjarjen në Koçan, që me shumë gjasa është ambasadori i mashinisë së veriut në Norvegji dhe Island, Driton Kuqi, që një herë është edhe ish-ministri i ekonomisë. Prokuroria Themelore Publike e Koçanit sot ka dorëzuar në gjykatën themelore në Koçan propozim për caktimin e masës së kujdesit për të dyshuarin e fundit, të 19, pas zgjerimit të hetimit për zjarrin në diskotekën Puls në Koçan. Ndryshe, Ministri i Punëve të Brendshme i mashinisë së veriut të Pançi Toshkovski, gjatë ditës së djeshme bëri të ditur se hetimi për zjarrin në Koçan, ku humbën jetën 61 persona dhe u lënduan rreth 200 persona, është zgjeruar më tej, duke i përfshirë në hetim edhe 19 persona të tjerë, ndër të cilët ish-ministra dhe zyrtar të tjerë. Në një konferencë për media së bashku me prokurorin publik Ljupço Kocevski, ministri Toshkovski njoftoi se në lidhje me zjarrin, hetimi po kryhet ndaj gjithsej 45 personave fizik
fizik dhe 3 personave juridik. Toshkovski tha se të gjithë personat në nënhetim dyshohen për krime të rënda kundër sigurisë së përgjithshme. Grupi parlamentar i Levicës ka dorëzuar në kuvend interpelancë për punën e ministrit të Brendshëm Pançe Toshkovski. Interpelanca bazohet në 10 pika, pjesa më e madhe e të cilave kanë të bëjnë me tragjedinë në Koçan. Deputeti i kësaj partie Sashko Jançev tha se hetimet kanë shmangur për fshirjen e individëve, zyrtarëve dhe bartësve të posteve publike që janë të afërt me VMRO-DPMN. Grupi parlamentar i Levicës sot ka dorëzuar në kuvend interpelancë për punën e ministrit të Brendshëm Pançe Toshkovski. Deputeti i kësaj partie Sashko Jançev tha se Toshkovski nuk e ka kryer si duhet funksionin publik dhe duke vepruar në mënyrë jo profesionale, të papërgjeshme, të kundëlidhshme, me siç tha ai, skandale dhe dështime. Deputeti i Levicës ka shëruar se interpelanca bazohet në 10 pika, 5 prej të cilave kanë të bëjnë me ngjarjen tragjike në Koçan. Interpelacja tani e bazirana temelena. Së pari, mungesa e çdo kontrolli mbi diskotekën Puls që është detyrim ligjor i qartë i Ministrisë së Brendshme. Hetimet kanë shmangur për fshirjen e individëve, zyrtarëve dhe bartësve të posteve publike që janë të afërt me VMRO-DPMN. Jançev tha se në hetim nuk janë përfshirë shefi aktual i Drejtorisë së Punëve të Brendshme Koçan dhe shefi i Departamentit për çështje kriminale, të cilët ka një vit që janë në detyrë. Zakonski nadležnosti za МВР koje što je... Nuk dëgjuam se në hetim është përfshirë edhe inspektoria e krimit ekonomik në Drejtorinë e Punëve të Brendshme të Koçanit, e cila, duke pasur parasysh paregullësitë në funksionimin e diskotekës, nuk ka marrë asnjë masë hetimore, që është obligim i saj ligjor. Nuk kemi dëgjuar që në hetim është përfshirë edhe përgjegjësi i turni gjatë natës fatale, i cili nuk ka marrë masa për kontrollin e objektit dhe sigurimin e rendit dhe qetësisë publike, ndaj në objekt janë gjetur edhe të mitur. Ai tha se arsyeja e dytë është përdorimi i paligjshëm i mjeteve piroteknike. Sipas ligjit për mbrojtje nga lëndët plasëse, Ministria e Brendshme është ajo që mban evidencë për lejet e lëshuara për mjetet piroteknike. Si arsye të tretë, Jançev përmendi mosdhënien e ndihmës nga policia gjatë ngjarjes. Baza e katërtë, tha ai, janë kërcënimet e papranuara të Facebookut, drejtuar kritikeve të qeverisë gjatë një kohe traume kolektive dhe revolte publike. Argumenti i pestë është abuzimi i Ministrisë së Brendshme dhe ndalimi i droneve për të shtypur protestat. Jançev theksoi edhe arsye të tjera që nuk kanë të bëjnë me tragjedinë e Koçanit. Me 9 vota për dhe 1 të përmbajtur, Venko Krstevski u zgjodh ushtrues detyre kryetari i komunës së Koçanit, pas dorëheqjes së Lupço Papazovit, pas tragjedisë që ndodhi në diskotekën Puls. Për postë Krstevskit kandidat ishte propozuar edhe koordinatori i grupit të këshilltarëve të VMRO-DPMN-s, Goce Markov, për të cilin kishte 8 vota për. Pas votimit, Krstevski tha se është i hapur për bashkëpunim me të gjitha partitë politike, por para se gjithash me të gjithë qytetarët. Unë do të jem urë mes popullit dhe mes institucioneve. Në fokus do t'i kem të rinjt, sepse të rinjt janë forca lëvizëse, të cilët duhet të ndërtojnë qytetin tonë. Shkojmë përpara me punë të ndershme dhe efikase që Koçani të jetë një vend më i mirë për jetesë, me qëllim që të tejkalojmë këtë apati dhe agoni që ndodhet në qytet, porositi Krstevski. Lupço Palevski mohon ta ketë bërë grabitjen dhe vrasjen e Vanja Gjorçevskas dhe Pançe Zhezhoskit. Në dëshminë e tij në gjykatë thotë se nuk ka pasur motiv për të bërë një gjë të tillë, por thotë se ky rast i është mbeshur atij. Gjatë dëshmisë së tij ka hedhur një sër akuzash. Ai akuzon Oliver Spasovskin dhe Gavril Bubevskin për larje parash, ndërsa për mediat thotë se janë tërësisht të korruptuara. I dyshuari kryesor për grabitjen dhe vrasjen e Vanja Gjorçevskas dhe Pançe Zhezhoskit, Lupço Palevski, nuk pranon se ka bërë grabitjen dhe vrasjen e tyre. Në dëshminë e tij para gjykatës, Palevski thotë se nuk është as monster dhe as vrasës. Dëshminë e tij e kishte për plot akuza. Sipas tij, kjo ngjarje është mbeshur sepse në atë kohë kishte filluar të publikojë se në bankat e Maqedonisë po bëhet larje parash nga shitja e dronave iranian në Rusi dhe se shtete si iranian kishte në 2 banka të vendit, dhe për këtë e fajsoni ish-ministrin e Brendshëm Oliver Spasovskin dhe shefin e prokurorisë themelore publike Gavril Bubevskin.
Nuk jam as monster, as vrasës. Motivi për një veprim të këtill, pezullimi së drejtës së pafajësisë derisa të provohet fajësia, prezumimi i pafajësisë nuk ekziston dhe kjo ndodh sepse kreu i prokurorisë publike të Shkupit, Gavril Bubevski dhe Oliver Spasovski, janë paraqeses të drejt për drejt për pastrim parash në Maqedoni. Pastaj vazhdon me akuzat ndaj mediave. Thot se mediat janë tërësisht të korruptuara nga sektori bankar, sepse pa mbështetjen e tyre sipas tij, mediat nuk ekzistojnë. Pas një viti e gjysmë nga ngjarja, nuk ekziston titull në media ku mostra e drejton armën, ku ekziston mundësia të jetë kryer vepra penale. Një titull i tillë nuk ekziston në media tona relevante. Pikërisht politika e partisë Desna është arsyeja për këtë çastje të medias, sepse ne jemi e vetmja parti politike që ka nisur një iniciativë për një referendum për një çështje shumë të dhimbshme në lidhje me politikën agresive të Bullgarisë ndaj vendit ton. Ky është një linçim brutal mediatik nën kontrollin e LSDM-s dhe DPM-s. Ajo pyet edhe për të akuzuarit e tjerë të këtij rasti. Për Vlatko Keshishev tha se është politikisht ignorant, por e don Maqedoninë. Për Velibor Manev tha se është ambicioz dhe lakmitar për para, por edhe e din që ka pasur disa konflikte për para. Për të akuzuarin Aleksandar Gjorqevskin, babain e Vanjas, thot se për herë të parë ja ka lexuar emrin edhe mbiemrin në padin penale në qeli, ndërsa veten e përshkroi si politikan dhe biznesmen. Po ashtu mohoi se është arratisur pas ngjarjes dhe se e ka kuptuar që po kërkohet nga policia pasi kishte arritur në Turqi. Ndryshimet e reja të kodit zgjedhor duhet të miratohen në kuvent 3 muaj para zgjedhjeve lokale, përkatësisht më së voni deri në qershor të këtij viti. Nga Ministria e Drejtësisë thanë për televizionin Shenja se po ndërmerren aktivitete për përgatitjen e ndryshimeve, ndërsa po bëhen analiza për harmonizimin e kodit zgjedhor me rekomandimet e ODIHR-it. Partitë politike ende nuk kanë përpiluar ndryshimet e reja të kodit zgjedhor të cilat duhet të miratohen në kuvent 3 muaj para zgjedhjeve lokale, përkatësisht më së voni deri në qershor të këtij viti. Ndryshimet duhet të bëhen me konsensus nga të gjitha partitë parlamentare e më pas të dorëzohen në kuvent. Nga Ministria e Drejtësisë thanë për televizionin Shenja se po ndërmerren aktivitete për përgatitjen e të njëjtit. Sipas tyre, po bëhen analiza për harmonizimin e kodit zgjedhor me rekomandimet e ODIHR-it. Megjithatë, duhet pasur parasysh se legjislacioni zgjedhor kërkon një konsensus të gjerë politik dhe kjo do të kërkojë një qasje konstruktive dhe mbështetje nga faktorët kryesor politik në vend. Fatkeqësisht, në ciklet e mëparshme zgjedhore, kjo ka rezultuar në mospërputhje mes draft versionit të ligjit të përgatitur me mbështetjen e ODIHR-it dhe kodit të miratuar nga kuvendi. Misioni OSBE-s dhe ODIHR-it i cili vëzhgon zgjedhjet në vend, herën e fundit kishte kritika se kodi zgjedhor u ndryshua pak para zgjedhjeve përmes një procesi të përshpejtuar pa konsultim publik dhe në kundërshtim me standardet ndërkombëtare. Në raport thuhet se rekomandimet kryesore nga grupi ndërinstitucional i punës i ngarkuar me avancimin e reformës zgjedhore, si dhe nga ODIHR dhe Komisioni i Venedikut, mbeten të patrajtuara, duke i përfshirë ato për rishikimin e plot të kornizës ligjore zgjedhore, sigurimin e qasjes së barabartë në media dhe rritjen e integritetit të financimit të fushatës. Raporti përmbante një sër kritikash megjithatë theksi veçantë u vënë në finansimin e fushatave zgjedhore. OSBE ODIHR rekomandoi që rregulloret për reklamat e paguara politike në media të rishikohen në mënyrë që të mundësohet qasje pa penguar në media në bazë të kritereve të arsyeshme dhe objektive dhe të shmanget një avantazh jo proporcional për partitë më të mëdha parlamentare. Megjithatë, rregullimi i qasjes në hapësirat e fushatës, në media dhe financimi i fushatës i favorizoi 4 partitë kryesore parlamentare, gjë që e pengoi mundësinë e garuesve të tjerë për të zhvilluar fushat në baza të barabarta. Sistemi aktual i financimit shtetëror për reklamat e fushatës e rrit varësinë e mediave nga subvencionet shtetërore dhe nuk e parandalon keshpërdorimin nga portalet e lajmeve online të krijuara vetëm gjatë fushatës dhe që shërbejnë për t'i drejtuar fondet shtetërore tek partitë. Edhe pse në parlament ka hyrë në procedurë ligji i ri për media që tashmë përfshin edhe rregullimin e mediave online, ky ligj nuk parasheh parandalimin e parave të buxhetit gjatë kohës së fushatës zgjedhore. Kryetari i SHGM-s thotë se kjo duhet të rregullohet me kodin zgjedhor, ndërsa është optimist se pas formimit të regjistrit për mediat online do të fillojë procedura edhe për këtë çështje.
Në këtë fazë nuk parashikohet kjo dhe ajo duhet të ndryshohet me ligj të ri, ndërsa ajo është kodi zgjedhor. Por logjika e parashikimit të çështjeve thotë se nëse veç më formohet një regjistër i tillë për media online, në periudhën e mëtejme do të fillojnë procedura edhe këtyre ndryshimeve, me të cilin do të ndryshohet kodi zgjedhor. Ndryshimet e fundit në kodin zgjedhor u bën para zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale të vitit të kaluar. Në pikën kufitare të Bllacës, në orët e mesdites ka pasur sërish kolon, ndonse shumë qytetar prisnin që të kalonin shpejt pas nisjes së praktikës së kontrollit të përbashkët kufitar. Krerët qeveritar të Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut e vlerësuan hap për paksimin e pritjes në kufi për qytetarët e të dyja vendeve. Shkuarja për në Kosovë vazhdon të nervozoj disa prej qytetarëve të cilët presnin të kalonin pa pritur në kolon. Në pikën kufitare në Bllacë në orët e mesdites ka pasur sërish kolon, ndërkohë që ka nisur të realizohet praktika e kontrollit të përbashkët kufitar. Qytetarët kanë mendime të ndryshme sa i përket kolonave, një pjesë pikën e përbashkët kufitare e cilësojnë si pozitive e disa si negative. Ma ketë se përbara kufini. Ma problem. Sigurisht ka pritje përsëri, po mirë do ishte të bashkohen, se s'ja vlen përse të ndajemi. Do më thonë, si pas kështë është mirë që të hiqen krejt kufit. Të hiqen krejt kufit. Ja, vlerësimi mirë, do të ishe me thonë, kolona në gjithë kështu nga të. A ka ndiku pozitivisht kjo? Njëjtë, që përshe dhe vetë. Njëjtë si gjithë. Sot e para ditë po na pëlqen kjo, kështu shumë mira. Ne jemi shumë të knasht. İyi görünüyor. Daha kalabalık kapılar da biliyoruz. Güzel. İyi yani. Sağ ol. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se nga e shtuna deri më sot në Maqedoninë e Veriut kanë hyrë rreth 22.000 qytetar, kurse Maqedoninë e Veriut sipas MPB-s e kanë lëshuar afërsisht 18.000 qytetar. Nga data 12/4/2025 deri më datën 14/4/2025, në pikën kufitare Bllacë në Republikën e Maqedonisë së Veriut kanë hyrë 22.017 qytetar, ndërsa Maqedoninë e Veriut e kanë lëshuar 17.620 qytetar. Kujtojmë të shtunën që lanë pas kryeministrat e dy vendeve, Hristijan Mickovski dhe Albin Kurti, të shoqëruar nga kabinetet qeveritare të dy vendeve, promovuan pikën e përbashkët kufitare mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut dhe vlerësuan si hap për zhdukjen e kolonave dhe pritjeve. Policia ka gjobitur mbi 2.300 persona pasi ata i kanë shkelur rregullat e qarkullimit rrugor. Pjesa më e madhe e tyre, ose mbi 1.130, janë për tejkalim shpejtësie. Gjatë fundjavës së kaluar, zyrtarët policor nga të gjithë sektorët e punëve të brendshme kanë lëshuar gjithsej 2.324 urdhërpagesa për kundërvajtje të përdoruesve të trafikut në lidhje me ligjin për siguri në komunikacionin rrugor. Sipas njoftimit të MPB-s, në kuadër të sanksioneve të vendosura, këtë herë nga kontrollet e radarit, rezultoi se 1.132 drejtues mjetesh nuk e kanë respektuar shpejtësinë e përcaktuar, ndërsa janë lëshuar 271 shkelje për parkim të parregullt, si dhe 191 shkelje për drejtim mjeti pa patent shoferi, si dhe njëkohësisht janë evidentuar edhe mos respektime të tjera të rregullave të komunikacionit. Janë evidentuar 92 drejtues automjetesh që nuk përdornin rripjen e sigurimit, 105 motociklistë që nuk mbanin helmet, si dhe u vendosën 45 sanksione për përdorimin e celularit gjatë drejtimit të automjetit. Gjithashtu 78 drejtues mjetesh që janë larguar nga qarkullimi për drejtim mjeti nën efektin e alkoolit dhe 16 kanë kaluar në semafor të kuq. Po ashtu, ata njoftuan se në lidhje me shkeljet e ligjit për automjete janë larguar nga qarkullimi gjithsej edhe 64 vetura, prej të cilëve 8 janë hequr për defekte teknike dhe 56 për shkak të pavlefshmërisë së lejeve të komunikacionit. Nga MPB theksuan se kontrollet e trafikut do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim.
Në Kosovë pritet që nesër do votohet për kryetarin e kuvendit I cili vlerësohet si test për krijimin e shumicës së re që do të mundsonte dhe formimin e qeverisë drejtuar nga Albin Kurti. Deputetët e partive të pakicave jo serbe kanë konfirmuar se do të mbështesin qeverinë e drejtuar nga lëvizja vetëvendosje. Nesër në Kosovë pritet të votohet kryetari I kuvendit, një test edhe për krijimin e qeverisë së re. Kryetari I Nismës Social-Demokrate, Fatmir Lima, tha se Nisma nuk ka arritur asnjë marrëveshje me ndonjë subjekt politik deri në këtë moment, por sipas Limajt, Nisma është e gatshme të kontribuojë në krijimin e institucioneve të reja. Ai tha se presin që qeveria dhe institucionet të krijohen sipas afateve kushtetuese. Dhe natyrisht kushdo që ofrohet ne jemi të gatshëm me ul me bisedu që Kosova me institucion. Për mbështetjen e mundshme për Albin Kurtin për krijimin e qeverisë së re, sot kanë folur edhe deputetët nga radhat e partive jo shumicë. Ministri I Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi, tha se grupi parlamentar I komuniteteve do të mbështes votimin e kryetarit të kuvendit dhe të qeverisë. Po na jemi grupi parlamentar I komuniteteve, sigurisht se në këtë grup parlamentar do të jenë së paku edhe dy deputetet e KDTP-s, partisë turke, jemi 7 aktualisht, nënkupton që mund edhe të rritemi me deputetet tjerë, ne jemi për votimin e kryetarit të kuvendit dhe qeverisë. Kjo është detyra e jonë. Ne jemi për qeverinë Kurti, për shkak se Kurti ka fitu zgjedhjet edhe ka shumicën e shqiptarëve, edhe tash po I relativizojmë numrat, po është 42.3, është shumë. Është thuajse sa të gjithë të tjerët bashkë. Zëvendës kryeministrja në Detyr Emilia Rexhepi tha se lëvizja vetëvendosje tashmë ka përcaktuar kandidatin për kryetar të kuvendit të Kosovës, megjithatë ajo nuk zbuloi se për kë bëhet fjalë. Nesër votojmë kryetari I parlamentit e shohim pastaj që shkon procedurat, unë e besoj qeveria Kurti 3 votojmë sa më shpejt. Na e dim, ama këto duhet kryeministri me thanë. Pritet që qeveria e re e drejtuar nga Albin Kurti të marrë mbështetjen e deputetëve të partive të pakicave jo serbe, si dhe deputetëve të Nismës Social-Demokrate të Fatmir Limajt. Presidenti I Këshillit Evropian Antonio Costa e cilsoi sot inkurajuese progresin që ka bërë Shqipëria në rrugtimin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Në një prononcim për mediat pas takimit me kryeministrin Edi Rama, I cili ndodhet sot në Bruksel në kuadër të konferencës së 4 ndërqeveritare, Costa tha se zgjerimi drejt Ballkanit Perëndimor është një përparësie qartë për Bashkimin Evropian dhe është investimi më I rëndësishëm gjeostrategjik për paqen, begatin dhe stabilitetin e kontinentit tonë. Sot po qelim një grup kapitull tjetër dhe ambicia jonë është të qelim edhe më tej grup kapitujt për të negociuar gjatë këtij viti, sepse kemi një kalendar shumë konkret dhe duam të realizojmë dhe kjo është shumë e rëndësishme për BE-n dhe për Shqipërinë dhe kjo është një shenjë mjaft e rëndësishme edhe për rajonin sepse mënyra më e mirë për të garantuar mirëqenien, paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor është me BE-n, antarësimin në të, nënvizoi Costa. Tensionet në Ballkanin Perëndimor po rriten e me këtë arsyetim shefja e diplomacisë e BE-s Kaja Kallas insistoi që procesi I zgjerimit të bllokut të vazhdojë. Ne shohim se po rriten tensionet, për këtë arsye duhet me çdo kusht të avancojmë se procesin e zgjerimit dhe kjo është diçka e prekshme. Në këtë pikë vërtet që na nevojiten histori suksesi, shprehet shefja e diplomacisë së BE-s. Kryediplomatia evropiane nuk I përmendi në emër shtetet më të rrezikuara, megjithatë së fundmi më problematike situata po shfaqet në Bosnjë-Hercegovinë, pasi autoritetet në entitetin serb të saj kanë ndërmarrë disa veprime që kanë rritur shqetësimet e bashkësisë ndërkombëtare për shkëputjen e mundshme të Republikës Srpska. Duke nënkuptuar qartazi mundësinë e ndërhyrjes, NATO ka deklaruar se nuk do të lejojë të rrezikohet paqja në Bosnjë. E Shtetet e Bashkuara kanë pohuar gjithashtu se po shqyrtojnë disa mundësi veprimi, duke I mëshuar idesë se nuk duhet të ndodhë shpërbërja e vendit dhe një konflikt I ri.
Bashkimi Evropian planifikon të rrisë mbështetjen financiare për rimëkëmbjen e Palestinës dhe autoritetit palestinez të 1.6 miliard euro, njoftoi të hënën shefja e politikës së jashtme të bllokut Transmeton Anadolu. Ne poshtojmë mbështetjen tonë për popullin palestinez. 1.6 miliard euro deri në vitin 2027 do të ndihmojnë në stabilizimin e bregut perëndimor dhe rripit të Gazës, tha kryediplomatja e BE-s Kaja Kallas në X. Ajo siguroi se BE-ja do të investojë në infrastrukturë, ndihmë humanitare dhe mbështetje për refugjatët. Ne jemi një partner afatgjat për autoritetin palestinez, shtoi Kallas. Autoriteti palestinez menaxhon bregun perëndimor të pushtuar me zyrtar perëndimor që sugjerojnë se duhet të marrë përgjegjësinë edhe për rripin e Gazës pas luftës izraelite që ka marrë gati 51.000 jetë që nga tetori i vitit 2023. BE-ja në një deklaratë tha se financimi është menduar për mbështetjen e shërbimeve për popullin palestinez, për rimëkëmbjen dhe stabilizimin e bregut perëndimor dhe rripin e Gazës dhe për sektorin privat në Palestinë. Bloku do të nisë gjithashtu një platformë të donatorëve për Palestinën për autoritetin palestinez për të zbatuar agjendën e tij të reformave. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se ati ju tha se Rusia ka bërë një gabim duke sulmuar Sami të dielën e Palmës, një sulm që rezultoi në të paktën 34 të vdekur. Unë mendoj se ishte e tmerrshme dhe më thanë se ata bën një gabim, por unë mendoj se është një gjë e tmerrshme. Mendoj se e gjithë lufta është një gjë e tmerrshme. Besoj se që ajo luftë të ketë filluar është një shpërdorim i pushtetit. Ky vend nuk do të kishte lejuar kurrë që ajo luftë të fillonte nëse unë do të isha president. Ajo luftë është një turp, ka thënë Trump. Kur u pyet për të sqaruar se çfarë donte të thoshte me Rusinë duke bërë një gabim, Trump u përgjigj: ata bën një gabim, besoj se ishte i tillë. Shikoni, ju do të pyesni ata. Siç është raportuar më parë, numri të vdekurve nga sulmi raketori 13 prillit të Rusisë në Sami është rritur në 34. Gjithsej 117 persona u plagosën, duke përfshirë 15 fëmijë. Presidenti kinez Xi Jinping ka mbërritur në kryeqytetin vietnamez Hanoi, ku do të zhvillojë bisedime me zyrtar të lartë. Presidenti kinez ka planifikuar që më pas të kalojë 3 ditë në Malajzi, ku do të marrë pjesë në një banket shtetëror të organizuar nga mbreti dhe do të takohet me kryeministrin Anwar Ibrahim, sipas BBC-s. Disa anëtarë kanë quajtur turneun e Xi-s në Azinë Juglindore një ofensiv sharmi strategjike, ndërsa lufta tregtare është ndezur dhe Pekini e paraqet veten si një alternativë ndaj SBA-s. Vendet që Xi po viziton janë një ndër vendet më të goditura nga tarifat e Trumpit, me Vietnamin dhe Kambodja të goditura me taksa importi përkatësisë 46% dhe 49%, që atëherë SBA ka njoftuar një pezullim 90 ditor për disa nga këto masa. Kambodja është ndalesa e fundit në turneun e Xi-s, ku ai do të takohet me kryeministrin Hun Manet dhe baban e tij Hun Sen. Kina siguron gjysmën e të gjitha investimeve direkte të Kambodjas nga jashtë dhe pjesën më të madhe të ndihmës së saj të huaj. Shikues të nderuar, kjo ishte gjitha për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen dhe mirupafshim.